pyetje, sepse unë vi mujtë i fundit kishim me gjitha shtetet e Amerikës Latine, që Venezuela, Kolumbia, Panama, Brazil, Argentinë, Uruguay, kishim një konferencë dhe kishim një takim, një punëtori në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kryesisht është diskutu për grupet e krimit të organizuar dhe sistemin mafioz. Shënë nëpër media dhe në Kosovë dhe në Shqipëri, thot mafia shqiptare është dherë është mundu mi adhon një epitet, ose mafia italiane, mafia ruse. Epitetin e atyne personalitetet ose grupëve të atyne njerëzve që miren me kriminalitet, me pas një background, një force dhe një sistem të mbrojtës për një kohë të caktuar. Ne si shqiptarë nuk e kemi atë sistemin e mafios, sepse sistemi mafios dhe të ketë një piramid, dhe të ketë bosin, kryesorin, ndihmësat, ushtarët e vetë. Dhe kur e shohim se kjo pyetje direkte që the se sa është rrezik, nuk është rrezik, sipas mendimit tim, sepse e kemi mafian ruse, do në sa kemi banor Republika e Kosovës dhe Republika e Shqipërisë, as ka të arrestuar dhe të burgosur nga mafia ruse, do një kanë 5-6 milion persona apo ushtarë të mafijës ruse. Po kjo e Venezuelës ose kjo e Amerikës Latine do të thejë mrapa. Përpos që janë profesor i kriminologjisë, janë profesor edhe kriminalistikës, ku janë dy fushat të ndryshme, njëra shpjegon shkaqet dhe forma, do në pyetja pse ndodh kjo, dhe në aspektin kriminalistik, taktika dhe teknika si ndodhin këto veprime. E kemi 3 grupe atje, grupin e parë kemi grupin e shqiptarëve të Kosovës. Më falë nëse po të ndërpres, po që me ditë sakt për çka po flasim, është një video e Maduros, presidentit të Venezuelës, që i cili tregon, nëse mund të regjia të lutem vetëm pak sekondat në alëshoni videon e Maduros ku flet specifikisht për mafin shqiptare. Duket se zëri nuk po i punon, po si do qoftë, është pikërisht presidenti i Venezuelës, i cili thotë që mafia shqiptare. I kemi 3 grupe, po në 3 faza. Faza e parë ka qenë faza e shqiptarëve të Kosovës dhe gjithë banorëve të Republikës të ish Jugosllavisë që kanë qenë në venet e Amerikës Latine, ku ata kanë kriju grupe të krimit organizuar, edhe ato grupe të krimit organizuar kryesisht i kanë kriju përmes institucionet të ish Jugosllavisë me institucionet e shteteve apo të Amerikës Latine. Grupi i dytë është grupi i shqiptarëve të Shqipërisë, sidomos mas vitet 90, ku grupi ka shkuar në prapë edhe në Bashkinë Evropiane në Amerikë dhe pyetja për Amerikën Latine, dhe ky grup ka ndërhyr ose ka prish sistemin e punës të grupeve të mëhershme, ku sistemi i punës tyre ky grup ka shkuar me sasi shumë të mëdha të kontrabandimit, sepse na thonë që qëllimi është kontrabandimi me substanca narkotike. Kontrabandimi me substanca narkotike nga Amerika Latine vjen diku në nivelin e 3 ose të 4 të fitimit, se trafikimi me qenë njerëzore është me armë, dhe e shohim se që ka ndodhë? Ka ndodhë këto grupe të organizuara, cilë kanë shku si biznismen në fillim nga Republika e Shqipërisë, në Venezuelë dhe në disa vene tjera të Amerikës Latine, kanë kriju marrëdhënie të afërta apo të ngrohta me politiken e veneve, sepse nuk kanë mujt me vepru pa ndihmën politike. Cila është ndihma politike? Pa prokurorin, pa policin, pa doganierin, pa grupet apo pa kapot e sistemeve këtë krimit të organizuar në vend. Dhe këto grupe kanë fillu me detyru ata persona me bashkëpunu. Thanë shkurt, shqiptarët kanë qenë një lloj bashkëpunimi, një lloj ndërmjetësimi të grupeve krimit, të grupe mafioze në venet Amerike Latine me pushtetet e aty në venem, që Kolumbi, që Venezuelë, që venet tjera, dhe grupet problemi më i madh është transporti dhe shpërndarja, qoftë ardha deri në Ballkan dhe qoftë ardha deri te portet e Bashkisë Evropiane, do në shpërndarja e substancave narkotike. Dhe këto është ndikimi, ka qenë faza, apo kanë qenë koha kur është elektoral, koha e zgjedhjeve në Venezuelë, dhe është për grupet e krimit organizuar. Dhe na folëm për Venezuelë, folëm për Amerikë Latine, po ne kemi edhe në Ballkan, të njëjtin sistem. Do të thotë grupet e krimit organizuar mundohen me çdo kusht me pas qasje direkte në përzgjedhjen e pushtetit. Ne shohim se në Republikën e Kosovës çfarë ndodh me Parlamentin e Kosovës. Dhe shohim si kanë ardhur ata deputet, shumica aty në deputetëve në Parlamentin e Kosovës. Dhe shohim edhe ata deputet, dhe ai president në atë zonë të Amerikës Latine në një varfëri, vene të skajshme, të ndikun nga këto grupe, dhe
pyetja kish marrë pse shqiptarët. Sepse shqiptarët janë të identifikuar. Tash fati pra po vi prej një backgroundi, po vi me disa dona me sidomos me institucionet të atyne veneve që përmena më herët, shqiptarët janë të identifikuar, se cilët nuk mendojnë, po veprojnë si mas instiktit vetë, kanë vrasësi në veprim. Jënë të identifikuar si të vrasht, jënë hakmarrës direkt, hakmarrës qoftë familje, shantazhe, kërcënime, për me arrit qëllimin e vetë. Cili është qëllimin e vetë? Qëllimi i atij ndërmjetësimit, qoftë atij që prodhon edhe shet substanca narkotike në atë zonë dhe qoftë ti që transporton dhe blen dhe shet me pakicë në Bashki Evropiane. Profesor, në anën tjetër mund të themi që